Ndër të tjera do të ndiqni kanë kaluar 6 ditë nga ngjarja e rënë në qytet studenti ku njeriu hodh nga godina e 12. Trupi pa jetë i tij po mbahet te morgu i Bledar Xhamalit në kushte njerëzore me myk, qelbësim dhe insekte që kanë filluar të ushqejnë mbi të. Fondacioni Golden Eagle dhuron 5.000 euro për nënën nga Durrësi. Historia prekës e linditës e cila kërkoi ndihmë për të birin e saj të smur rënd preku mira shqiptar, kur shteti hesht është populli që flet dhe jo që është gjithmonë zëri tyre. Izraeli ka sulmuar Iranin këtë të premte. Tel Aviv ndërkohë ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Priten goditje me dron nga Teherani. Shikues të nderuar të televizionit Adeu ju përshëndes në këtë edicion informativ. Njeriu që u hodh nga godina e 12 në qytet studenti është lënë të kalbet në morgun e kryeqytetit. Në qendër të kësaj ngjarje makabre është Bledar Xhamali, drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, drejtori që i trajton kufoma si plera dhe i përdor për të vjedhur tenderat. Një skandal i rënd ka shpërthyer në Tiranë pas raportimit tronditës se trupi një të riu që u hodh nga godina 12 në qytetin studenti 5 ditë më parë është lënë të kalbet në morgun e kryeqytetit. Viktima është ende pa identifikuar, askush nuk është kujdesur për të dhe sipas burimeve të redaksisë son, trupi ndodhet në kushte njerëzore me myk, qelbëzim dhe insekte që kanë filluar të ushqejnë mbi të. Në qendër të kësaj ngjarje makabre është Bledar Xhamali, drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, e njohur si Morgu, një emër që nuk është i panjohur për publikun, por jo për arsye që do duhej, sepse Bledar Xhamali është personifikimi i një sistemi që jo vetëm ka dështuar, por ka degraduar në vjedhje, shpërdorim dhe mungesë totale, llogaridhënie dhe për të edhe të vdekurit janë thjesht mjete për të bërë para. Tenderat manipuluara, fitues të paracaktuar dhe para publike të zhdukura, në vend që të përqendrohet te dinjiteti i trajtimit të trupave dhe hetimet mjeko-ligjore, Bledar Xhamali ka ndërtuar një sistem ku tendera manipulohen rregullisht në favor të klientëve të tij, me vlera që shpesh shkojnë deri në 97 deri në 100% të fondit limit. Skandali vërtet që tronditi opinionin publik tregon se për Bledar Xhamalin, trupi një të riu që humbi jetën tragjikisht është thjesht një tjetër numër pa emër. Ai nuk është kujdesur, nuk ka marrë asnjë masë dhe nuk ka asnjë ndjeshmëri për dhimbje njerëzore. Morgu është kthyer në një kasolle pa etik ku dinjiteti i fundit i njeriu është lënë në mëshirë të myku, qelbësirës dhe harresës. Kjo nuk është vetëm shpërdorim detyre, kjo është një turp kombëtar. As së pak as Ministria e Drejtësisë nuk lëvizin. Me gjithë denoncimet e përsëritura publike për manipulimin e tenderave dhe shpërdorimin e fondeve shtetërore, asnjë institucion nuk ka marrë masa, as Ministria e Drejtësisë që mbikëqyr drejt për drejt Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe as pak që duhet të kishte nisur hetime mbi një person që për vite të tëra ka vjedhur dhe abuzuar me paranë publike dhe me të vdekurit. A do t'jap dorëheqje Bledar Xhamali apo do të vazhdoj të gërryej sistemin si krimba mbi trupin e harruar? Pasi në këtë vend përgjegjësit jo vetëm që nuk ndëshkohen, por rrinë të qetë në zyrat e tyre të rehatshme, duke nënshkruar kontrata të reja dhe tendera të tjerë, derisa viktima e radhës qoftë të gjalla apo të vdekur, i lëm të kalbe në heshtje Bledar Xhamali duhet të jap dorëheqjen sot jo nesër. Drejtësia duhet të zgjohet tani, jo pas një skandali tjetër, akoma dhe më të rëndë. Vijojnë denoncimet e shumta të ish-punonjësve të kompanisë dyshekëve biote. Pavarësisht artikujve denoncues nga ana e redaksisë son, ish-punonjësit ankohen se pronari i kompanisë Kreshnik Leskaj, si dhe ekonomistet Manulela dhe Greta ende nuk ka dhënë pagat e prapambetura për punonjësit. Një muaj më parë, redaksia jon publikoi denoncimet e shumta të ish-punonjësve të kompanisë të dyshekëve biote, të cilët ankoheshin se pronarët e kompanisë i keq trajtonin dhe nuk jepnin pagat. Në fokus të kritikave u vu pronari i kompanisë Kreshnik Leskaj, si dhe ekonomistet Manulela dhe Greta që asnjëherë nuk jepnin zgjidhje punëtorëve që kërkonin pagat e tyre. Tashmë që ka kaluar afërsisht një muaj nga ato denoncime, Kreshniku i Biotes nuk ka harruar zakonet e vjetra. Pavarësisht denoncimeve, punonjësit nuk i kanë marrë ende pagat e prapambetura, ndërkohë që autoritetet nuk bën asnjë reagim për këto denoncime e abuzime me vartësi. Tjoqë Albania kontaktoi përsëri me disa prej denoncuesve të rasteve para dhe ajo që na u konfirmua është se pagat nuk janë shlyer ende sot e kësaj dite.
situata vazhdon të jetë po njësoj. Punonjësit akuzojnë Kreshnikun për heqje të padrejta nga puna, pagesa të pashlyera, paga me 2 bordero, denoncimet në përgjygje dhe si një njeri që i trajton punonjësit si lecka. Jam një ish punonjëse e kompanisë më të fliqur që ekziston, kompania Biotea. Ato përveç se nuk të japin rrogën e plot në bank, shfrytëzojnë punëtorët në mënyrën më makabre të mundshme dhe sikur mos të mjaftoj kjo, e përë që drejtojnë këtë kompani të fëlliqur me në krye Kreshnik, Leska i ofendon punonjësit e tij sikur të ishin lecka dhe jo njerëz, shkruan një denoncues për taksin ton. Sot punonjësit na thanë: "Përshëndetje, unë kam për të marrë më shumë nga të gjitha ty dhe askush nga stafi Bioten nuk më ka marrë për pagesën, me sa kam pa mund të jem mbi 20 punonjës kështu." Problemi vazhdon ndërkohë që drejtësia dhe institucionet duke se kanë marrë pushimet e verës. Pas publikimit të apelit të një nënë nga Durrësi, Fondacioni Golden Eagle në drejtimin e presidentit Shaqir Palushi ka reaguar menjëherë duke ndarë një ndihmë prej 5.000 eurosh në ilaçe dhe ushqime të posaçme për familjen në nevojë. Pakor pas publikimit të apelit të një nënë nga Durrësi në redaksin ton, Fondacioni Golden Eagle në drejtimin e presidentit Shaqir Palushi ka reaguar menjëherë duke ndarë një ndihmë prej 5.000 eurosh në ilaçe dhe ushqime të posaçme për familjen. Historia prekse linditës e cila kërkoi ndihmë për të birin e saj të sëmurë rënd preku mira shqiptar. Ajo kishte trokitur në derën tonë jo për lëmosh, por për të shpëtuar jetën e djalit të saj, që ushqehet me sonde dhe ndodhet në një gjendje të rënduar shëndetësore. Pas një ndërhyrje të suksesshme në Francë, autoritetet e kthyen në Shqipëri, ku përballjen me mungesën e barnave, ushqimeve të posaçme dhe pajisjeve mjekësore, po i vë jetën e fëmijës në rrezik të vazhdueshëm. E zhgënjur nga institucionet, Lindita kërkoi ndihmë nga njerëzit dhe reagimi nuk vënoi. Fondacioni Golden Eagle u angazhua menjëherë për të siguruar ndihmën e nevojshme, duke treguar edhe një herë se është pranë çdo shqiptari në nevojë. Kjo nuk është hera e parë që fondacioni reagon ndaj rasteve të publikuara në redaksin ton. Me 10 raste janë ndihmuar ndër vite me para, ushqime, ilaçe dhe banesa, gjithmonë përmes sinjalizimeve të ardhura në redaksin ton. Kjo ndihmë është një shembull frymëzues i solidariteti dhe bashkëpunimi që mund të shpëtojë jetë. Falenderojmë nga zemra Golden Eagle për besimin, mbështetjen dhe reagimin e menjëhershëm, sepse kur shteti hesht është populli që flet dhe jo që është gjithmonë zëri i tyre. Një tender tjetër publik i zhvilluar nga Bashkia PUK ngres seriozisht dyshime për mungesë gare të ndershme dhe përfitime të mundshme të paracaktuara në dëm të interesit publik. Kryebashkiaku Rok Dodaj ka favorizuar firmën më të shtrenjtë. Një tjetër tender publik i zhvilluar nga Bashkia PUK ngres seriozisht dyshime për mungesë gare të ndershme dhe përfitime të mundshme të paracaktuara në dëm të interesit publik. Bëhet fjalë për tenderin me objekt rikonstruksionin e tregut agrikulturor në qytetin e Pukës që mban këtë numër reference, ku autoritetet kontraktues është vetë Bashkia PUK, e drejtuar nga kryetari aktual Rok Dodaj dhe ku fondi limiti vënë në dispozicion ishte 20.784.056 lek PATVSH, ose përkthyer ndryshe afërsisht 250 milion lek të vjetra me TVSH të përfshirë. Pas përfundimit të procedurës si fituese, është shpallur kompania OIN SHPK në pronësi të Mehmet Hilaj me një ofertë prej 20.601.321 lekësh PATVSH, që përbën 9.912% të fondit limit, çka është jashtëzakonisht e lartë dhe radhë herë ndodh në një garë të ndershme në konkurrencë reale. Sipas të dhënave të dokumentuara në këtë procedurë kanë marrë pjesë 5 kompani të ndryshme, por në mënyrë befasuese dhe të pashpjegueshme fitues rezulton kompania me ofertën më të lartë. Kjo situatë ngjatë dyshime të forta se fituesi ka qenë një paracaktuar dhe se procedura është përdorur thjesht si fasad për të legjitimuar një vendim të marrë më parë në mënyrë informale. Roli kryetarit të Bashkisë PUK Rok Dodaj në këtë proces është thelbësor dhe kërkon shpjegime të qarta pasi është në drejtimin e tij që është zhvilluar kjo procedurë që nuk lë përshtypjen e një gare të ndershme, por të një procesi të kontrolluar dhe të drejtuar sipas interesave të caktuara. Rasti kërkon vëmendjen e institucioneve përkatëse si kontrolli i lartë i shtetit dhe SPAK,
për të hetuar nëse kemi të bëjmë me një shkelje ligjore dhe nëse pas këtij tenderi fshihen lidhje të mundshme klienteliste apo abuzim me detyrën. Në një kohë kur bashkitë në Shqipëri përballen me mungesë fondesh për shërbimet bazë dhe investimet të nevojshme, nuk mund të tolerohet që fondet publike të përdoren në mënyrë të dyshimt dhe pa përgjegjësi. Krishnik Bajraktari, drejtori i Autoritetit Portual Durrësi, ka dhënë një tender me vlerë rreth 1.2 miliardë lekë Luan Bashës dhe ortakut të tij Armand Agolli. Tenderi për mirëmbajtjen e infrastrukturës IT-s është fituar nga kompania Atom SHPK dhe kjo në mungesë konkurrence. Krishnik Bajraktari, drejtori i Autoritetit Portual Durrësi, ka dhënë një tender me vlerë mbi 12 miliardë lekë Luan Bashës dhe ortakut të tij Armand Agolli. Tenderi për mirëmbajtjen e infrastrukturës së IT është fituar nga kompania Atom SHPK. Ironik fakti që ka garuar e vetme në garë dhe ka fituar tenderi është shënuar me flamur të kuq për mungesë konkurrence, duke se pasardhësi Pirovengut e ka dorën e lëshuar për klientët e qeverisë. Vestë trashëguar nga tashmë ministri i mbrojtjes. Burimi i financimit të tenderit janë të ardhurat e institucioni që Bajraktari drejton. Porti Durrësit është një prej institucioneve që ka qarkulluar më shumë para e që mbar disa prej aferave më të fuqishme si pikë kyçe pazareve, oligark shtet. Izraeli ka ndërmarrë një sulm të madh ajror ndaj Iranit duke shënuar për shkallëzimin më serioz të konfliktit mes dy vendeve të regjistruar në dekadat e fundit. Sulmi synoi objektiva kyçe ushtarake dhe bërthamore në territorin iranian. Këtë të premte në mëngjes Izraeli ka ndërmarrë një sulm të madh ajror ndaj Iranit duke shënuar për shkallëzim më serioz të konfliktit mes dy vendeve në dekadat e fundit. Sulmi synoi objektiva kyçe ushtarake dhe bërthamore në territorin iranian, përfshirë edhe objektin kryesor të pasurimit të uraniumit në Natanz, ku pa tymizi duke u ngjitur në ajër. Televizioni shtetëror iranian konfirmoi vrasjen e komandantit të gardës revolucionare, General Major Hossein Salami, si dhe shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Major Muhammed Bagheri. Besohet se janë vrarë gjithashtu disa shkencëtar dhe zyrtar të tjerë të lartë. Sipas ushtrisë izraelite, në sulmin e koduar si operacioni mbrojtës, morën pjesë rreth 200 avion që goditën më shumë se 100 objektiva në të gjithë Iranin. Zëdhënësi i ushtrisë izraelite deklaroi se operacionet janë ende në vazhdim. Irani reagoi menjëherë duke lëshuar mbi 100 dronë në drejtim të Izraelit. Të gjitha sistemet mbrojtëse izraelite janë aktivizuar për t'i ndaluar ato. Shtetet rajoni si Irani, Izraeli, Iraku dhe Jordania kanë mbyllur hapësirën ajrore si mas sigurie. Udhëheqësi suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei paralajmëroi për ndëshkim të ashpër ndaj Izraelit dhe e quajti sulmin një krim kundër popullit iranian. Ai akuzoi Izraelin se ka goditur edhe zona të banuara civile. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump në SBA deklaroi se nuk ka qenë përfshirë në këtë operacion dhe paralajmëroi se çdo hakmarrje ndaj interesave amerikane do të konsiderohej si akt armiqësor. Ky zhvillim ka ngritur frikën për një luftë të hapur në lindjen e mesme dhe ka tronditur tregjen ndërkombëtare të naftës dhe sigurisë. Komuniteti ndërkombëtar është duke monitoruar me shqetësim situatën që mbetet tepër e paqëndrueshme. Shikues të nderuar, ishin këto informacionet e përgatitura për ditën e sotme. Bashkë mirupafshim.